Ju përshëndes të dashur miq, ashtu sikurse e njoftuam në lajmërimin që bëm, pra në videon e dytë të këtij viti, kemi vendosur që të nisim metodën e re, e cila shpresoj që të na bëjmë më të vetëdijshëm për mënyrën se si duhet mësojmë. Atëherë, unë tashmë po e them në thonjza kam mësuar nga disa gjëra të cilat më janë dukur ndoshta edhe të tepërta dhe kam vendosur që të qëndroj tek gjërat të cilat i mendoj si më të arsyeshme dhe më të përvetësueshme për secilin nga personat që duan të mësojnë anglisht dhe ti mbajmë gjërat sa më të thjeshta. Atëre, para se të nisim me metodën, patjetër na duhet që të kuptojmë disa gjëra bazike. Pra, first things first, që do të thotë gjërat e para në fillim. Atëre, këtu kemi disa gjëra të cilat do të na duhet t'i kalojmë fillimisht, pra the alphabet, alfabetin, personal pronouns, pra emrat vetor, the verb to be, folja të jesh, articles, ën, dhe, pra nyjet, ën edhe dhe, and numbers from 1 to 20, dhe numrat nga 1 deri tek 20. Pra dhe njëherë, first things first. Atëherë, para se të nisim me alfabetin, do të doja që të kalojmë diçka të cilën unë nuk e kam përmendur në videot e mëparshme, që janë pikërisht simbolet në anglisht. Atëherë, këto shkronja të veçanta ne mund të gjejmë në fjalor. Por duhet të kuptojmë pra mënyrën se si shqiptohet secili prej këtyre tingujve. Nisim me simbolin e parë që është si një A e madhe, por pa vizë në mes. Dhe ky është tingulli A. A i theksuar. Vazhdojmë me simbolin e dytë, sikurse e shohim në formë gjashte, dhe është tingulli E. Simboli i tretë është si në formë gjashte, por kemi edhe një bisht të vogël lart, dhe kjo është tingulli D. Në anglisht ne nuk kemi shkronjë D, por ama kemi tingull D. Më pas vazhdojmë me simbolin tjetër, që është si një O ose si një zero mund të themi, me një vizë në mes, dhe është tingulli Th. Vazhdojmë me simbolin tjetër, që është si një N e vogël, me bishtin e kthyer nga brenda, dhe ky është tingulli ng, pra ng. Playing, walking, dancing, writing. Vazhdojmë me simbolin tjetër, që është një T e vogël dhe një S e zgjatur. Dhe ky na jep tingullin Ç. Cherry, chair. Do t'i shohim në vazhdim pra. Nëse shohim një simbol të tillë, që është një S e zgjatur, kemi tingullin Sh. Nëse shohim këtë simbol të veçantë, pra si dy shkronja E, një të përmbysur dhe një normale, atëherë ky është tingulli midis S dhe S. E zëm kemi fjalën man. Nuk e themi as men, as mën, por man. Man. Pra është një tingull i ndërmjetëm midis E dhe E. Ky simbol, pra një D dhe një në formë treshi, na jep tingullin X. Nëse e shohim vetëm
këtë simbol është tingulli zh. Gjithsesi, ne këto simbole do t'i shohim në vazhdimsi të shkruajtur dhe do të ishte mirë që gjithë secili të mbaj shënime dhe t'i shkruani fjalët e reja apo gjërat e dhëna, t'i shkruani me dorën tuaj, sepse ajo që unë kam vënë re nga eksperienca ime është që kur i shkruani gjërat me dorën tuaj, gjërat mbahen mend më lehtë. Pra, një herë e shkruar, 2 herë mësuar. Vazhdojmë me alfabetin. Tani shohim që me shkronjat të zeza kemi alfabetin, pra shkronjat, dhe me ngjyrë lejla kemi shqiptimet. Do të vëmë re më poshtë se si këto simbole na ndihmojnë ne për të shqiptuar më saktë. Atëherë nisim me shkronjën e parë. Ej. Do të ishte mirë që të përsërisni. Përsëritja me z, jo me mendje, por me z të plot. Ej. B. C. D. E. F. G. Pra vëmë re që një d dhe një tresh është tingulli G. H. Tham që t dhe s zgjatur na jep tingullin q. H. I. Tham që kjo si a e madhe pa vizë në mes është tingull a, pra tingulli a. J. Vëmë re që një d dhe një tresh na japin tingullin G, pra J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Pra vëmë re që kemi tingullin A dhe E këtu. W. X. Y. Z. Or Z. Pra Z or Z në varësi të shqiptimit sipas versionit britanik ose amerikan. Atëherë, e përsërisim edhe një herë të gjithë alfabetin bashkë.
A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, or Z, Z. Tani vazhdojmë me personal pronouns. Personal pronouns, që ndryshe janë përemrat vetor. Dhe mund t'ju them që përemrat vetor janë ato të cilët shërbejnë vetëm në rolin e kryefjalës. Pra nuk kanë asnjë rol tjetër përveç rolit të kryefjalës në fjali. Përemrat vetor do t'i marrim një herë vetëm si përemra vetor, që t'i kuptojmë edhe si vet, gjithashtu do t'i marrim edhe të shoqëruar me foljen to be. Atëherë nisim me vetën e parë. I, unë. Tani çfarë vëmre? Vëmre që në kolonën e parë kemi si shkruhen fjalët, në kolonën e dytë kemi si shqiptohen, pra me simbole, dhe në kolonën e tretë kemi përkthimin në gjuhën shqipe. I, unë. You, ti. Pra I veta e parë numër njëjës, you veta e dytë numër njëjës. He, ai. Ky përemër, ai, përdoret vetëm për gjinin mashkullore për njerëzit. Pra, he nuk mund ta përdorim për kafshët. Kemi disa përjashtime, por janë raste të ralla që do t'i shpjegojmë në mësimet e mëvonshme. Por duhet kemi parasysh që he është një përemër vetor që përdoret vetëm për gjinin mashkullore për njerëzit. Pra, veta e tretë numër njëjës, ai. She, ajo, gjinia femërore, vetëm për njerëzit. Pra, he, ai, përdoret për gjinin mashkullore dhe she
ajo përdoret për gjininë femërore. It, përkthehet ai ose ajo. Tani, të tre këto përemra, he, she dhe it, janë përemra që përfaqësojnë veten e tretë numër njëjës, por he dhe she përdoren për njerëz, ndërsa it përfaqëson çdo gjë tjetër përveç njerëzve. Pra it, ai ose ajo mund të përdoret për sende, për kafsh, pra çdo gjë tjetër që nuk ka të bëjë me njerëzit, ai ose ajo. Vazhdojmë me veten e parë numri shumës. We, ne. You ose juve. Pra është veta e dytë numri shumës. We është veta e parë numri shumës. You është veta e dytë numri shumës. They, ata ose ato. Dhe kjo është veta e tretë numri shumës. I shohim edhe një herë. I, unë. You, ti. He, ai. She, ajo. Pra he, gjinia mashkullore, përdoret vetëm për njerëz. She, ajo, gjinia femërore, përdoret vetëm për njerëz. It, përkthehet ai ose ajo dhe përdoret për sende ose për kafsh. Pra, përdoret për çdo gjë tjetër përveç njerëzve. We, ne, veta e parë numri shumës. You ose juve, veta e dytë numri shumës. They, ata ose ato, është veta e tretë numri shumës. Atëherë, sikurse e tham, fillimisht ne do t'i marrim këto përemra vetëm, më pas tham që do t'i marrim të shoqëruar me foljen to be. Folja to be do thotë të jesh. Dhe mund t'ju them që në çdo gjuhë, dy nga foljet më të rëndësishme janë folja kam dhe folja jam. E kemi zgjedhuar foljen to be, pra foljen jam, në të gjitha vetat. I kemi shkruar në kolonën e parë, i kemi shqiptuar në kolonën e dytë dhe kemi përkthyer në kolonën e tretë. Atëherë nisim me veten e parë. I am. Un jam. You are. Ti je. He's. Ai është. T'ju them diçka, kujdes tek shqiptimi, sepse shpesh vihet re që themi ose e shqiptojmë të ndarë. He is. Por do të ishte mirë sikur të kemi një h, një i të zgjatur dhe një z. Për shembull, his. Pra të mos e shqiptojmë he is. Jo se nuk kuptohet. Kuptohet, por që të jetë më e natyrshme. Pra, his. Quhet flat sound, pra tingull i shesht. His. Ai është. Tham që përemër vetor he përdorej vetëm për njerëzit, për gjininë mashkullore. She's. Përkthehet ajo është. Është përemër vetor i cili përdoret vetëm për njerëzit, për gjininë femërore, veta e tretë numër njëjës. Pra tham që he, she dhe it, të tre këto përemra përdoren në veten e tretë numër njëjës. It is, tham që përkthehet ai ose ajo është dhe përdoret për çdo gjë tjetër përveç njerëzve. Vazhdojmë me veten e parë numri shumës.
We are. We are. Ne jemi. You are. You are. Ju jeni. They are. They are. Ata ose ato janë. I shqiptojmë dhe njëherë. I am. I am. Unë jam. Përsërisni miq, mos i bëni përsëritjet me mendje. Përsërisni me z të plot. You are. You are. Ti je. He's. He's. Ai është. She's. She's. Ajo është. It is. It is. Ai ose ajo është. We are. We are. Ne jemi. You are. You are. Ju jeni. They are. They are. Ata ato janë. Ndoshta mund ta keni pak të vështirë fillimisht ta ambientoheni me simbolet, por ashtu sikur se tham, do t'i japim patjetër strukturë gjërave. Vazhdojmë me hapin tjetër. Dhe këtu kemi 3 nyjet. Ën, dhe. Atëhere, sikur se vëmre, shkruhet vetëm me shkronjën A. Shqiptohet dhe përkthehet një. Ën. Gjithashtu përkthehet një. Atëherë ku është ndryshimi midis dhe ën? Përkthehet një dhe vendoset gjithmonë para fjalëve që fillojnë me bashkë tingëllore. Ndërsa ën, që gjithashtu përkthehet një, vendoset para fjalëve që fillojnë me zanore. Dhe zanorët në anglisht i kemi 5. A, E, I, O, U. Pra, në anglisht kemi 5 zanore, të cilat janë A, E, I, O, U. Dhe sa herë që ne kemi një fjalë e cila fillon me një prej këtyre shkronjave, pra me A, E, I, O, U, ne vendosim nyjen ën. Do t'i shohim pak më vonë. Këtu kemi nyjen dhe. Dhe. Atëherë mund pyesni, pse nuk është bërë përkthimi? Sepse kjo nyje nuk ka përkthim. Nyja dhe vendoset ose përdoret më sakt në trajten e shquar. Nyja dhe ën përdoren në trajten e pashquar, ndërsa nyja dhe përdoret në trajten e shquar. Atëherë, kur e përdorim ne trajten e pashquar dhe kur e përdorim trajten e shquar? Në detaje do ta shohim në mësimet e mëvonshme, por po ju them që kur diçka e përmendim për herë të parë ose kur nuk e dim se kujt i referohemi, përdorim trajten e pashquar. Por kur e përmendim për herë të dytë apo më tepër, përdorim trajten e shquar. Gjithsesi, fillimisht qëndrojmë tek gjërat sa më thjeshta. Ashtu sikur se përmend në fillim, tham që do të marrim edhe numrat nga 1 deri tek 20. Edhe po ju them që nëse mendoni që numrat me 10 shifra apo 12 shifra apo më tepër janë të vështirë, unë ju them që jo. Të vështirë janë nga 1 deri tek 20 për të mbajtur mend. Pjesa tjetër është mjaft e lehtë dhe do ta shohim në vazhdim. Atëherë, këtu kemi numrat si shkruhen me ngjyrë të zezë, kolona 2 si shqiptohen dhe numrat pra përkthimi. I shqiptojmë bashk. One. 1. 2. 2.
Mund të shihni këto dy pikat këtu dhe mund të pyesni veten. Çfarë janë këto dy pika? Këto dy pika, nëse i vendosim si në rastin e fjalë pas shkronjës, atëherë këto dy pika e zgjasin shqiptimin e shkronjës. Pra, nëse do të ishte pa këto dy pika, do të thonim një u të shkurtër, tu. Por, kur i vendosim dy pika, do të thotë që e zgjasim shqiptimin e shkronjës pas se cilës ato janë. Two, dy. Three, tre. Tham që një o me një vizë në mes është shqiptimi i tingullit th. Three, tre pra. Four, katër. Five, pes. Six, gjasht. Seven, shtat. Eight, tet. Nine, nënt. Ten, dhjet. 11, 11. Atëherë mund të dëgjojmë 11 ose me i, 11. 12, 12. 13, çfarë vëmre? Që kemi një tingull th, tingullin e dhe dy pikat. Dy pikat vendosen pas shkronjës i. Do të thotë që i-ja do të jetë e zgjatur. Nuk është 13, por është 13. 13, 14. 14, 14. 15, 15, 15. 16, 16. 16. 17, 17. 17. 18, 18. 18. 19, 19. 19. 20, 20. 20. E shqiptojmë dhe njëherë të gjithë bashkë. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20,
20. Pra, këto ishin numrat nga 1 deri tek 20. Atëherë marrim edhe disa fjalë dhe në fund fare do të bëjmë disa fjali shembuj. Teacher, teacher, mësues ose mësuese. Vëmre që kemi një të dhe një s të zgjatur, që është tham tingulli q. Ky është tingulli e. Pra, teacher, teacher, mësues ose mësuese. Doctor, doctor, doktor. Nurse, nurse, infermier ose infermiere. Apple, apple, molla. Dog, dog, qeni. Eagle, eagle, shqiponja. I përsërisim dhe njëherë fjalët. Teacher, teacher, mësues. Doctor, doctor, doktor. Nurse, nurse, infermiere. Apple, apple, moll. Dog, dog, qen. Eagle, eagle, shqiponj. Atëre, ti shohim të fjalë në fjali, në shembuj. Në mësimet më vonshme, ne do të shohim që, ose më sakt, do të trajtojmë atë që unë personalisht e quaj si mësimin më të rëndësishëm të gjuhës angleze, që është ndërtimi i fjalive, pra si ndërtojmë një fjali dëftore, si mohojmë dhe si pyesim. Shembulli i parë. I am a doctor. I am a doctor. Unë jam një doktor. Atëherë, këtu kemi premërin vetor I, që gjithmonë shoqërohet me foljen am. Nuk mund të themi dot I are apo I is, sepse secila vet ka zgjedimin e saj. Këtu kemi nyjen e, që përkthehet një, dhe tham që nyja e vendoset gjithmonë para fjalëve që fillojnë me bashk tingëllore. I am a doctor. I am a doctor. Unë jam një doktor. You are a teacher. You are, tije. A teacher, një mësuese. You are a teacher. Tije një mësuese. She's a nurse. She's a nurse. Ajo është një infermiere. It is a dog. It is a dog. Ai është një qen. Tani, po ta vëmre, tham që she dhe he përdoreshin vetëm për njerëzit, ndërsa it përdoret për çdo gjë tjetër që nuk është njeri, pra për sende apo për kafsh. It is a dog. Deri këtu, ne e kemi përdorur nyjen e para fjalëve që fillojnë me bashkëtingëllore, pra a doctor, d-ja është bashkëtingëllore. A teacher, t-ja është bashkëtingëllore. A nurse, n-ja është bashkëtingëllore. A dog, d-ja është bashkëtingëllore. Por, kur kemi fjalë që fillojnë me zanore, të cilat ishin 5, pra a, e, i, o dhe u, ne përdorim nyjen n. Dhe shembulli është: It is an apple. It is an apple. Ajo është një moll. Pra, e dhe n të dyja përkthehen një, por e vendoset para fjalëve që fillojnë me bashkëtingëllore,
ndërsa ën vendoset para fjalëve që fillojnë me zanore. It is an eagle. It is an eagle. Ajo është një shqiponjë. Pra, miq, këto ishin 5 gjërat e para të këtij mësimi. Unë shpresoj që kur të nisim me metodën, duhet i kemi gjërat, po e themi të qarta në mendje. Kini durim, kini vullnet dhe kini dëshirë për të mësuar. Gjithashtu, jini këmbgulës. Mbani fletore, mbani shënime, shkruajini gjërat me dorën tuaj. Pra për ta mbyllur këtë mësim të sotëm, ju them që nëse mbani shënime sistematike, do ta shihni që gjërat do të jenë shumë herë më të qarta. Ju falenderoj dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.